të gjithëve. Halina. Lavdi të gjithëve. Gjon më të shtrenjtë të tyre jetën njerëzore dhe qëndresë. Prandaj ky 100 vjetor i pavarësisë kombëtare është një ditë krenarie dhe si e tillë me të drejtë duhet të jetë një festë për të gjithë. Por mbi të gjitha kjo ditë duhet të jetë një ditë kujtese dhe nderimi për gjithë ata që me veprat e tyre pasuruan historinë kombëtare, të cilët me vuajtjet, sakrificat dhe jetën e tyre bën të mundur këtë festim. Tani është momenti për të kujtuar të gjithë ata pasardhës të shumtë që secili në mënyrën e vet kanë kontribuar për realizimin dhe kurorëzimin e kësaj dite me fuqinë e tyre të shpirtit, me korajën dhe guximin të tyre të papërkullshëm, si dhe me angazhimin dhe besimin e patundur në vizionin e tyre për një Shqipëri të lirë, të pavarur dhe demokratike. Dhe duke ju falenderuar për prezencën tuaj, në nderim të kujtimit për dëshmorët, ju ftoj të përcjellni momentin qendror të manifestimit, zbulimin e momentit përkujtimor ku janë skalitur emrat e dëshmorëve, patriotëve dhe martirëve të demokracisë, të komunës Golaj, për ta zbos Ibrahim Selmanaj, Përfekti Elez Maqi, Rifat Sulejmanin, 2 pjesëtarë të familjes Golaj dhe përfaqësues të pushtetit lokal Milazim Santria dhe Adem Kraja. Ceremonia kryhet përballë pllakës memoriale, prandaj ju ftojmë të ktheheni që ta ndiqni. Pek pak ta bëjnë ndërimin. Lavdi e përjetshme dhe gjithë këtyre trimave që kanë rënë për lirinë dhe demokracinë e vendit. Europën moderne, 100 vjetorin e marrjes në dorë nga vetë shqiptarët të fatit, të kombit dhe të shtetit shqiptar. Ky përvjetor duhet të mbahet i tillë në mënyrën se si ne të gjithë e kujtojmë, e projektojmë, e festojmë të gjithë së bashku në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, në Maltëzi, se ne Kastrati që të marrë fjalën. Në radhë të parë, ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen. Të nderuar zotrin pjesëmarrës, i nderuar zoti Ibrahim Selmanaj, ish ministër i punës nga Deçani, i nderuar zoti Abdyl Mushkolaj, kryetari i shoqatës veteranëve të luftës Kosovës, i nderuar zoti nënkryetari i komunës Deçan,
I nderuar Zoti Rifat Sulejmani, i nderuar Zoti Nik Hysenaj, bashkëlutetar i afërt i Shaban Goles, të nderuar përfaqësues të Ministrisë Brendshme, i nderuar Zoti Prefekt, nën prefekt, të nderuar familje të dëshmorëve të luftës nacionale çlirimtare, të nderuara familje të luftës së Kosovës, të nderuar familje të përsekutuar nga regjimi komunist, të nderuar gjithë ju banor dhe gjithë ato familje që kontribuan që nga shpallja pavarësisë dhe deri më sot. Të nderuar pjesëmarrës, sot ne festojmë gjithë bashku me rastin e 100 vjetorit të shpalljes pavarësisë. Edhe pak ditë na ndajnë nga kjo ditë e shënuar në historinë e mbar kohëbit shqiptar, ku me 28 nëntor, patriotët, intelektualët, luftetarët, të udhëhequr nga plaku i urt Ismail Bej Vlora, arritën që me 28 nëntor të shpallin Shqipërinë, kombin shqiptar, shtet të pavarur. Për të ardhur deri te kjo ditë, populli ynë ka luftuar në shekuj për liri dhe demokraci. Por ishte pikërisht kjo ditë që u organizuan gjithë patriotët me në krye Ismail Qemalin dhe u arrit të shpallet pavarësia. Sot, kombi shqiptar, ne shqiptar, kudo që jemi, në Shqipëri, Kosovë, Qamri, Preshevë, Medveç, Bujanovc, në Malëzi dhe gjithë truhet etnike, dhimë me të bashkuara si asnjëherë tjetër. Siç ka thënë profesor doktor Sali Berisha, ky është shekulli i shqiptarëve, kombi është një dhe vetëm një. Nuk duhet të zgjatëm shumë, por duhet të falenderoj gjithë familjet e dëshmorëve të luftës nacionale çlirimtare, familjet e dëshmorëve të luftës Kosovës, familjet e përsekutuar, gjithë ata patriotë që luftuan dhe gjithë ato familje që kontribuan që nga shpallja pavarësisë dhe deri në ditët e sotme. 90 ishin vitet ku përmbys diktatura komuniste. Ishin intelektualët, rinia dhe mbar populli shqiptar që çojnë në përmbysjen e diktaturës. Gjatë kësaj periudhe 20 vjeçare, po punohet që Shqipëria të rindërtohet, që Shqipëria të integrohet dhe ju mo tash ndihmëtar që nga Shqipëria në NATO, që nga liberalizimi vizave, që nga afërmoni statusit për Bashkimin Evropian dhe së shpejti anëtarë e Bashkimit Evropian, janë përpjekje të qeverisë, të popullit, të intelektualëve dhe shpresojmë shumë shpejt bëhemi anëtarë e Bashkimit Evropian sepse gjithë shqiptarët e meritojnë. Në shenjë nderimi dhe respekti për gjithë atyre që përmenda, jemi munduar të bëjmë një memorial. Kjo është një kur pozitiv, është një vlerë e shtuar në historinë e komunës, në historinë e Hasit dhe në historinë e mbar Shqipërisë. Ka fjalën që do punojmë shumë për ta integruar komunën në Golej në drejtim të infrastrukturës, në drejtim të thithjes investimeve, në gjitha drejtimet dhe për këto do punojmë maksimalisht dhe njëherë lavdi të gjithë dëshmorëve që dhanë jetën për pavarësinë, çlirimin e vendit dhe gjithë ata që u martirizuan nga diktatura komuniste. Ju falenderoj gjithë dhe në mënyrë të veçantë falenderoj gjithë vëllezërit nga Kosova, sepse është ditë e shënuar kjo ditë kur festojmë së bashku, sepse pak vite kanë kalu, o derë gjatë, jotëm nga kosovarët, po derë gjatë edhe në banorët e komunës Golej, edhe nga banorët e rrethit Has, për të shliru Kosovën, dhe falendrimi ju shkon gjithë aty në familje të dëshmorëve
të luftës së Kosovës. I përjetshëm qoftë kujtimi tyre. Ju falenderoj gjithëve, edhe një herë gëzuar ditën e madhe 100 vjetorën e pavarësisë, gëzuar çlirimin e Shqipërisë, Zoti ju bekoft, koshit nderuar, faleminderit. Një përfaqësues nga komuna e Tiçanit, ish ministrin zotin Ibrahim Selmanaj. Përshëndetje të gjithëve, zoti kryetar, zoti prefekt, qytetarët komunës së Golajve, qytetarët Hasit, vllazën e motra, bashkëluftar. Unë sot nuk flas shumë, do të sjell urimet nga Deçani. Do të përpiqem të falenderoj këtë angazhim që ka bërë komuna e Golajve në ngritjen e lapidarit, në përjetësinë e kujtimit të dëshmorëve. Njëtën kohë do të falenderoj të gjithë të banorë, po dhe të gjitha familjes shqiptare të Shqipërisë
që na hapën dyrët në kohën më të ligë për kombin tonë dhe që na solli edhe këtë rezultat në 100 vjetorin që po e festojmë gjithë bashkë. Juve sot ju shtohet një qytetar. Juve sot ju shtohet Ramush Haradinaj si qytetar i komunës së Golajve. Unë besoj, shpresoj, uroj dhe garantoj se shumë shpejt Ramushi do të vjen te kryetari, do të vjen në has, t'ju falenderon drejt për drejti, t'ja uron 100 vjetorin e shtetit shqiptar dhe bashkë t'i zënojmë rrugët, bashkë të arrisim fuqinë, bashkë të forcojmë shtetin. Urime dhe falenderime për gjithë. Të vijojmë me një këngë për Ramush Haradinaj, kënduar nga dy rapsodët e Hasit, Përbarim Prati dhe Hamid Kastrati.
me propozim të kryetarit të komunës Golaj zotin Zenel Kastrati, nderon me titullin qytetar nderi 3 figura të shuara që kanë dhënë kontributin e tyre për çështjen kombëtare ndër vite. Është nder dhe krenari për komunën Golaj që do të ketë qytetar nderi zotin Ramush Haradinaj, liderin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, i cili ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për çështjen kombëtare dhe tani po përballet me Hagën, ku së shpejti do të fitojë dhe do të vazhdojë rrugën e tij për këtë çështje të rëndësishme. Ftoj kryetarin e komunës zotin Zenel Kastrati për të dhënë këtë titull familjarëve të zotit Ramush Haradinaj. Këshilli i komunës Golaj i jep titullin qytetar nderi i komunës zotit Ramush Elmi Haradinaj me motivacionin për guximin dhe trimërinë në udhëheqjen e UÇK-s për çlirimin e Kosovës. Unë nuk kam që flas për zotin Ramush, sepse për të fol puna që ka bërë, lufta që ka bërë, po uroj që zotëri si Ramush Haradinaj, njerëz guximtar, dietar, diplomat, të shtohen Kosovës, Shqipërisë dhe mbar kombit shqiptar. Është një rast i veçantë për mua sot pranoj një dekorim, një nder që i bën komuna e Golajve komandantit tim bashkëluftarit Ramush Haradinaj. Po do të them dy fjalë për Ramushin. Ramushi e mblodhi urrejtjen e gjithë shqiptarëve dhe bashkoi në një amblem në ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Udhëhoqi luftën për qiellën dhe lirinë e Kosovës dhe mbi supet e tija po bartë edhe një përgjegjësi më të madhe sot, po e mbron drejtësinë në Tribunalin Ndërkombëtar të Hagës dhe sot ju ka shtuar edhe një nder qytetar i Golajve, qytetar i Hasit. Do t'ju bashkohet shpejt bashkë me gëzimin e 100 vjetorit, do ta kem edhe Ramushin këto. Faleminderit kryetar. Mehmet Baraktari shpallë qytetar deri i komunës Golaj, me motivacion për kontributin e shquar që ka dhënë udhëheqjen e popullit të Hasit në luftra për liri e pavarësi. Ftoj prefektin e Qarkut Kukës, zotin Elez Maçi, për të dhënë titullin. Shqipërisë, Këshilli i komunës Golaj. Shpall qytetar nderit komunës Golaj, zotin Mehmet Ali Baraktari, pas vdekjes, me motivacionin për guxim dhe trimëri në udhëheqjen e patriotëve të Hasit në luftra kundër pushtuesve të kombit tonë. Ta marrim me nder familja. Lejoni që në emër të familjes të falenderoj kryetarin e komunës Golaj dhe këshillin e komunës Golaj, si edhe prefektin dhe gjithë pjesëmarrësit. Faleminderit. Ramadan Peca, një figurë tjetër e shquar, të cilit i jepet titulli qytetar nderi, është shquar për kontributin e dhënë në edukimin qytetar dhe pedagogjik të brezave me radhë. Ftojmë nën prefektin Ismet Peka për dhënien e titullit. Titulli qytetar nderi i komunës Golaj, zotit Ramadan Azir Peca, me motivacionin për kontributin e dhënë në fushën e arsimit, edukimin e brezave në komunën Golaj dhe rrethin e Hasit. Unë, si ishtë nëzanës i zi Ramadanit dhe shumica nesh që jemi këtu, ja urojmë ati një jetë më të gjatë se sa 100 vjetori dhe të gëzoj titull qytetar nderi. Është një kënaqësi dhe ndër i madh për mua, familjen dhe fshatin Nikolis për respektin që ka treguar Këshilli i komunës Golaj, me krye kryetarin e Këshillit të komunës zotin Shqet Davuti, sekretarin e Këshillit të komunës zotin Miftat Davuti dhe kryetarin e komunës zotin Zenel Kastrati. Ndërhime dhe respekt mirënjohje për gjithë ata organizatorë të këtij
solemnitetit të madh në ndërim të 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë. Ndërim me respekt për gjithë pjesëmarrësit. Urime të gëzuar pavarësia për 4 vilajetet shqiptare të cilat u bashkuan me 28 nëntor dhe shpallën pavarësinë e shtetit tonë shqiptar. Gëzuar respekt me lojë për gjithë. Golaj shpallët deri komunës për kontributin e dhënë në shekuj për liri e pavarësi ndër vite. Ftojmë sekretarin e komunës, zotin Niftar Dauti, për dhënien e titullit. Është nder dhe respekt për mua që në kuadër të 100 vjetorit pavarësisë të japëm të dorëzoj kryetarit fshatit Golaj titullin e akorduar nga Këshilli i Komunës Golaj, fshat nderi i komunës. Historia ka treguar që familjet e fshatit Golaj kanë qenë familje me tradita të mëdha patriotike, nga viset të ndryshme të trojave shqiptare. Një nga këto familje që ja vlen për ta përmendur është edhe çifti nga Kosova, Shote Galica dhe Azem Galica, të cilët qëndruan për 4 vite gjysmë në fshatin Golaj, në familjen e Nezir Sadik Dautit. Gjithashtu, fshati Golaj ka qenë një ndër fshatrat më të përsekutuara në Shqipëri, ku familjet e tyre, pjesëtarët e familjes e tyre përjetuan mjaft dënime, pushkatime me gjyq e pa gjyq, qindra vite burgje dhe internime, por këto familje nuk u prulen asnjëherë para kësaj fatkeqësie kombëtare. Gjithashtu, fshati Golaj është një fshat që nga vitet 90 e mbrapa ka qenë i shquar për tradita të larta patriotike dhe ka qenë mbështetës mjaft i zjarrt i lëvizjeve demokratike. Prandaj, është nder që unë t'i dorëzoj kryetarit fshatit Golaj, zotit Nezir Dauti, këtë titull. Zotit kryetar, ta mbani me nder këtë titull. Falenderoj Këshillin e Komunës. Këshillin e Komunës me këtë titull që i dha fshatit Golaj. Do të përcjellin të tradita sa më mirë. Gëzuar 100 vjetorin festën e pavarësisë. Jep mirënjohje familjes së dëshmorit Shaban Golaj në emër të komunës. Vjen përsëri kryetari i komunës Zenel Kastrati për të dhënë këtë mirënjohje. Atëherë, është nder dhe privilegj për mua që i dorëzoj këtë mirënjohje vëllait të dëshmorit Shaban Golaj. Të nderuar vëllezër dhe motra të fshatit tim, mos të mbeten borxh që ndamja e disa shekuja apo sa të them e ka bot pa mundur që të njihemi mirë. Unë jam vllai dëshmorit, po unë jam edhe baba im ka lind tu e gjyshi jam nipi Hoxhalis. E përshëndes kryetarin e komunës që ma ka dhënë këtë nder, kaq çmushëm, që nuk do ta harroj kurrë dhe do ta mbroj me nder. Sikur që edhe ka mbrojt prezat të ma pashëm dhe ta mbrojmë edhe ne. Panderit zoti kryetar, panderit vëllezër dhe motra të fshatit tim. Shumë panderit, gëzuar pavarësia, gëzuar 100 vjetori, edhe gëzuar 1000 vjetore tjera se nuk ka ma kush na ndan. Jemi këtu, do t'jemi bashkë gjithmonë. Panderit shumë.